rrugën, kemi 30 vjetë, vinë sa për fushat, ja. Edhe ne rrugë zhavore kemi mbajtur vetë, edhe usjesi si e ka bërë gropa, s'kalon dote, janë 20 fëmijë që vjen në shkollë. Nuk vjen dot shkollë thosë Natalin se jemi me balë. Është turpe 2026, ç'a bën kjo bashki e fije? Jesh njëna bashkit më të mëdha në vend. Për të vjedhur e kanë mendje. Rreth sa familje? Janë 100 familje. Te kjo lagja Lule, janë rreth 100 familje. Janë 20 fëmijë që vjen çdo ditë në shkollë, është turp. Sa kohë ka në këtë gjendje rrugë? Ka 30 vjet. Si demokraci edhe si tashi. Jemi ankuar ku nuk kemi vajtur. Vetëm me fjalë të mira, si në qendrën administrative, si në bashki. Erdhën në maj, thanë hodh buxheti viti 2025, e ka hedhur edhe vetë zotria Armandua në faqen e tij, prap nuk e ka shtruar. 2026, ku është buxheti 2025? Nuk pas ka fond ky për 1 kilometër e 200 metra rrugë. Ç'a është jo kështu? Është turpe 2026, kërkojmë rrugë akoma. Dhe ç'a Evropë do këta? Këta janë për ngropt, jo për Evropë. S'ka Evropë me këta. Evropa s'të çon as me dhik kështu. Është e dëmshme edhe për automjetet që qarkullojnë apo jo? Po automjetet ja, edhe njeri nga Gjermania i shketi, bleu makinë, ikën amortizator. Iku prapë. Tu sesh, s'bie dot makinë, tu s'vin dot miku në shtëpi. Një sëmur se çon dot tu. Do vdesi po vajte deri atje po. Ja, qeveria. Prandaj besimin e kemi te ju mediat na ndihmoni. Vetëm te ju, se institucione s'ka me, janë berë ter hajdut.